Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar, analizuar dhe ndarë të gjithë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Kam patur pyetje në fakt nga publiku për Arbanën, e cila tashmë nuk u shfaq fare në Vision Plus, në asnjë intervistë, si është marrëdhënia e saj me Mimozën, çfarë ndodhi që Arbana u zhduk kaq shpejt nga ferma VIP, nga rrugtimi që e bëri. Tani, formati ferma VIP, formati Big Brother dhe formate të ndryshme televizive dihet që ka një kontratë fillimi dhe një kontratë mbarimi. Arbana Osmani, si të gjithë moderatorët e tjera, mori përsipër që të udhëheq një reality show siç është Ferma VIP, një reality show shumë i dashur dhe shumë i respektueshëm te publiku, u prit me shumë dashuri, u prit me shumë pozitivitet dhe i dhuroi një energji të mirë dhe shumë të bukur publikut shqiptar. Unë mendoj që Arbana dhe Mimoza nuk është se kanë diçka private apo personale me njëra tjetrën. Mimoza tashmë ndjekën rrugtimin e saj artistik, që do ta ndjekën me patjetër në sferën e poezisë, në sferën e artit të bukur që Mimozën e ndjekën dhe në këndin e profesoreshës apo ligjërueses në universitetin ku Mimoza ligjëron, ndërsa nga ana tjetër, do me thënë, Arbana Osmani i është rikthyer për ditëshmërisë së saj. Ferma VIP nuk është pronë as e Arbanës, por as edhe Eduartit. Unë mendoj që Eduarti dhe Arbana e morën fermën thjesht për ta ngritur në nivelet në të cilat është. Tani realiteti duhet pranuar. Më para, vite më herët, ferma nuk e kishte këtë rëndësi të madhe, ferma nuk e kishte këtë audiencë, ferma nuk e kishte këtë dashuri të publikut. Dhe mendoj që me strategjinë që Eduarti përdori, me mendjen që Arbana përdori, me mendjen që Eduarti përdori, arritën që të marrin gjitha ato klikime dhe arritën që të jenë deri në këtë stad. Tani, a do të jetë përsëri Arbana moderatore e fermës? Mendoj që Arbana edhe Eduarti nuk do t'i rikthehen më këtij rrugtimit, sepse ishte një sfidë shumë e vështirë, do periudhën e vet, do kohën e vet, do momentin e vet. Nuk është e lehtë që të menaxhosh një format siç është Ferma VIP, nuk është e lehtë që të trajtosh një format të tillë dhe mendoj që Arbana dhe Eduarti do të fokusohen më së shumti tek emisioni Mirëmbrëma Yje dhe tek platforma e tyre digjitale në YouTube që e kanë, për të sjellur gjëra më të bukura dhe për të sjellur një energji më të mirë. Nuk ma merr mendja që fokusi i tyre dhe qëllimi i tyre do të jetë Ferma VIP. Do me thënë, nuk e shoh Arbanën të rikthyeshme në Ferma VIP, më së shumti Arbanën e shoh të pozicionuar tek biznesi i saj, Banas, një nga bizneset më të dashura që Arbana Osmani është duke punuar, jetuar dhe shijuar, dhe tek pjesa e emisionit Mirëmbrëma Yje.